Znači, nije sme fokusirani vo delotna realizacija na projekti vo interes na građanite. Tije projekti se finansirат od različni izvori, od međunarodni, evropski, znači ja to spomnav, jedan takov golem projekt koji će počne mnogo brzo da se realizira je kolektorot i filter stanicata za otpadnite vodi, koji je okolo 40 milioni evra. Do tije što se realizirat od budžetot na opštinata, odnosno vo slučaju po zakon predvideno da može da se prodade i gradežno zemljište za da se realizirat takvi projekti. No, to što opozicijata je vo dlabok son i to što sonува дека се продадени или ќе се продадат парцели под тие символични цени, мислам дека тоа е неможност, односно немање идеи во делот на тоа како би се продадат градот. Значи, во таква ситуација се реализираат проекти од сите области, инфраструктура, образование, спорт, култура, и кога тие не гледат што би критикувале тоа, значи, во комбинација со длабокиот сон во кој се наоѓаат, критикуваат за нешто која не е реално. Значи, тие парцели, тие локации кои се спомнуваат не се во планот за менаџирање со градежно земјиште. Значи, не се, ние многу транспарентно го поминавме тој план во седница на Советот, каде тие локации воопшто не се во тој план за продажба. Do të kthehen shumë shpejt, pra do kisha thënë mjetet komunikacioni që shfrytëzohen në kushte atmosferike, operatori i cili ka marrë të drejtën për vendosjen në qarkullim të atyre, ka bërë servisime dhe riparime në gjithë atyre, sepse fatkeqësisht në pjesë e madhe të atyre janë dëmtuar dhe unë besoj që shumë shpejt do të rikthehen përsëri në qarkullim. Aplikacioni thotë edhe një ditë të vetë. Edhe një herë për ta sqaruar pjesën e lëvizjes, jemi duke përgatitur projekt, gjysmën e projektit e kemi të realizuar të rrugës së Ilindenit nga Universiteti i Evropës Juglindore deri në qendër, tani vazhdon pjesa tjetër e projektit nga qendra përmes bulevardit Iliria deri tek kryqëzimi me bulevardin Blagoja-Toska dhe vazhdoi deri tek stadiumi. Tash është përgjegjësi sektorit, aty është duke përgatitur projekti që njëna trase e rrugës të jetë për transportin publik dhe taksi të licencuara dhe trotinetat dhe bicikletat. Pra, tjetë një lëvizje alternative qytetarëve, me çka në pjesën më të madhe besojmë mbi 70% edhe të lëvizjes me bicikleta do ta zgjidhim. Veturat e parkuara do të parkohen aty ku kanë vendin në parkingin. Nuk është ashtu, ka parkingje, ne i kemi identifikuar në gjithë traseën e kësaj rruge, kemi identifikuar me qendra vend parkime, të cilat janë të parapara me planin urbanistik, por sigurisht nuk janë para lokaleve ati ku duan t'i parkojnë. Nuk e dim ndonjë vend të botës ku dikush mund parkojë veturën para lokalit edhe të pi kafe edhe të bëj sefa. A kur trike, do me thonë kjo shtegu të... Deri ku është të Do të marrim nga kompania e cila përgatitën projektin informatë zyrtare sa ko do mund ta kompletojë dhe do t'ju përgjigjemi me shkrim. Kompania është angazhuar dhe përgatit projektin. Kur jemi te komunikacioni, që do shumë të vjetë premtuar semaforat të këtë javë, këtë javë. Semaforat të ka nisur të instalohen. Te xhamia e Pashës nuk funksionon. Semaforat ka nisur të instalohen, semaforat të rruga Prizimi me rrugën Trashopin Gjur. Semaforat ka nisë të instalohen, i pari është instalu tek që ishtë më kritike për shkak edhe të kamerave të Safe City dhe tani më funksionon, do kësha thonë një sistem të semaforve modern që i plotësojnë gjitha kushtet. Ajo që e di unë në bazë të planit do të vazhdoj të xhami e larme për shkak se edhe aty është e kritike, por edhe kjo është çështje që është në realizim me sipër. Pra gjithë semaforët në qytetin e Tetovës do digitalizohen dhe do të ketë sistem të centralizuar të menaxhimit me ata që deri tash kanë qenë semafor që asnjëherë nuk është intervenuar dhe nuk është investuar. Pra, gjithë semaforët në komunën e Tetovës do të jenë semaforë të ri dhe do të jenë të digitalizuar dhe me menaxhim centralizuar. A kur pritet të fundoj kjo? Do të thonë diskutojmë gati një vit për semafora, nuk diskutojmë për një... Po mirë, është duke u realizuar. Tash semafori i parë është instalu, do vazhdoj semafori tek xhamia e larme dhe vazhdon dinamika e realizimit bazë të kontratës.
kemi përsëritur duket se me ardhi para një muaji gjysmë diçka, edhe na thashë shumë shpejt do vendosen dita tendres stacën. Tash është dinamika e realizimit, unë e përmend, është dinamika e realizimit, ne mund veç me I kërku kompanisë që të përshpejtoj punët, por janë në thënë punë të cilat duhet të realizohen bazë kontratës që kemi me kompaninë me operatorë. Por është proces në realizim e sipër. Po vjen vera qëto vare, reja ndërkash për të kaluar dhe nuk të kemi marrë raportin, si që nga premtuar disa herë, se nuk këtë raport detajuar financiar, sa një to paguan për çfarë, e kemi kërkuar në disa herë detajuar, nuk e se kemi të shumë do na dërgoni një raport detajuar me që e kemi kërkuar disa herë, por dhe ju e keni brenda javës, nëse nuk e përgatitin, do vishte unë edhe do e kërkojmë bashkë. Зборувавме за тротинетите. Дали општина Тетово има некакво гласување да може да забрани употреба на тротинети на лица помали, например, 14 или 16 години? Не, Има ли такви гласувања? Не, тоа е надлежност на полицијата, сообраќајната полиција. Добро, ако се работи со полицијата, како што може да забрани тешки камиони да Нема, паѓаат во центар на градот, дали има... Тоа е со посебни дозволи. Во делот на тротинетите немаме ние надлежност. Тоа е надлежност на полиција, сообраќајна полиција. Уште нешто, да? Сега ќе во Министерството за внатрешни работи у Скопје се предлага нов закон за баш за тротинети. Уште нешто сакам. Пред две вакви состаноци, ја ви укажав дека дел од уличното осветлување и преку ден работа. Веќе 4 сат ќе дојде да се палат сијалиците, а некогаш кога е облачно, дури и негде хладно. Вие рековте ќе интервенирате, ама ја се уште не е. Значи, трошиме струја преку ден. Значи, и во тој дел веќе ние направивме, да кажем, ревизија на тој дел од договорот, се подготвува соодветна регулатива во делот на тоа како согласно договорот како би требало да интервенира компанијата која нели приватниот оператор кој менаџира со јавното осветлување. Апликацијата Теклик веќе ни дава можност да се следи имплементацијата на договорот, каде што кога ќе се идентификуваат вакви ситуации, согласно договорот во рок од 48 часа операторот треба да интервенира. Значи, и таму сме во фаза на воспоставување на систем за да се интервенира. Ако не се интервенира, согласно договорот, секој дневно има казнена, нели, казна од 1% од како беше 0,01% од приходите, од месечните приходи. Така да, значи, таму работиме за нели да се донесат соодветни правилници со кои ќе се, ако не се интервенира, ако не се реализира договорот согласно нели тоа што е предвидено, да се превземат мерки. Ама треба ли се работи, значи, за воспоставување на систем за идентификација, пошто ние до сега сме биле во комуникација со операторот и тој инсистира дека интервенира нели на терен. Не, има ситуации каде што некои несовесни граѓани во сензорите стават нели некои лепенки нешто за да не може да се нели гасат. Значи, мене ме информира дека има и такви ситуации каде намерно од граѓаните се интервенира за да не се гасат дења. Али обврска е на операторот да ги отклони тие проблеми. Zilele fundit a passul bagheera, dar ce vrem scopile, te piscina, cam sira, cam rașunul, că nici cam ștar gândător, ștar Pra është rregullimi i hapësirave publike të cilën në vazhdimsi po e bën komuna dhe bagerat nuk janë vetëm pjesën poshtë, por janë edhe pjesë larg. Pra, kam përmend që komuna e ka rikthyer pishinën, në fakt sallën e sportit dhe ne po përgatitim projekt dhe sigurisht kuadër të asaj po rregullohet edhe hapësira rreth sallës. Edhe një pyetje fundit.
Pe legea Dardania, do të thonë aty ka filluar të ndërtohet muri mbajtës për lumit, disa thënë nuk punohet, ka një kohë gjatë, disa thënë nuk sa e informuar punimet janë ndaluar, do të thonë nuk ka përfunduar deri aty në fund të shkrimit. Kur pritet të përfundojë kjo dhe si qëndron puna. Edhe në nga Dhe edhe me planin detaj urbanistik, se lagja të thonë ende nuk ka plan detaj urbanistik. Fillimisht lagja ka plan detaj urbanistik. Aty për momentin janë duke realizuar 3 projekte. Aty janë duke realizuar 3 projekte që kanë të bëjnë me kanalizimet. Një është për kanalin për ujitje, për tokat poshtë në qytetit janë. Bëhet fjalë për mbylljen e një kanali të hapur që ka qenë, për ujërat atmosferike dhe bëhet fjalë për murin rrethues, domethënë për major kuritën e lumit. Dhe atë që e di unë, pjesa gati është përmbyllur projekti për ujin vaditës të fushave, ka mbetur në fazën përfundimtare mbyllja e kanalit të hapur dhe murit rrethues në atë pjesë. Unë ati që kam kalu është duke u punu, është dinamika do duhet ta konfirmoj me operatorin. Por është duke punu. Në nënkalimi ka pasur një reagim nga disa banor poshtë ku kanë bri me punimet ato, po kemi intervenuar si komunë dhe janë më thonë pajtuar banorët që të vazhdojë realizimi atij projekti. Kur pritet cilët janë iri general urbanistik të qytetit? Në fakt brenda këtij viti, gjysmë e vitit ka shku ku ka mbrit proces. Është në fazën e përpilimit të detyrës projektuese, ende nuk janë marrë, më thonë, kushtet e planifikimit nga Agjencioni i Planifikimit për shkak se plani parashes zgjerim të kufive të planit general. Në kufit e ri ka shumë projekte urbanistike të cilat janë realizuar dhe Agjencioni i Planifikimit kërkon që çdo njëri nga këto projekte të identifikohet, të regjistrohet dhe që të parashifen edhe për ato pjesë, pra kushtet planifikimit konform destinimeve të planit general në ato pjesë. Pra është një procedurë pak më komplekse e cila po zhvillohet në koordinim me gjitha institucionet, këtë rast Ministrinë e Transportit, Agjencioni i Planifikimit, Ministrinë e Ambientit dhe sigurisht kompania që kemi angazhuar insi po bën punën e vet profesionale. Legea Dardania po kthehen pak. Më konkretisht pyetjen e kam pjesën e xhamia për bllokun urban 76, në fund për atë pjesën dhe nuk ka. Te xhamia është bloku urban 59 dhe për atë pjesë nuk kemi plan urbanistik, po është më thonë urdhëresa e çdo kompanisë, por fatkeqësisht firmat cilat përpilojnë plane kanë punë dhe nuk arrin të realizojnë urdhëresat në bazë të dinamikës që kemi dhënë. Do të thotë, bëhet fjalë bloku urban 59, kompania ka urdhëresë për të realizuar punimet, por punimet po realizohen me vonesë. Ka dhe në fundit ndonjë afat ose kur Afate ka, do të ndërpritet kontrata edhe të bëjmë furnizim të ri prej fillimi për realizimin e atij bloku urban, planin detaj. Dhe ndoshta edhe ajo mund të jetë si opsion. Pyetje tjetër? Senatit pa mësohu shumë pyetje të bësh për Dardanin. Faleminderit.